Në kohërat e lashta, kur mali dhe deti ende flisnin me njëri tjetrin, dhe kur erërat mbanin sekretet e të gjitha krijesave, jetonte një mbretëreshe e bukur në një kështjell të bardhë si bora, në majën e malit më të lartë të Alpeve shqiptare. Emri i saj ishte Glacira, dhe flokët e saj të gjata dhe të argjenta rridhnin si ujvara akulli nëpër shpatullat e saj të bardha. Glacira nuk kishte lindur si mbretëreshe e akullit. Dikur, ajo kishte qenë vajza më e bukur e fshatit Lumbardha, në luginën e gjelbër ku lulet lulëzonin gjatë gjithë vitit dhe ku fëmijët luanin të lirë nëpër fushat e gjera. Babai i saj, Albanimir, ishte kryeplaku i fshatit dhe nëna e saj, Drita e bukur, ishte e njohur në të gjithë krahinën për zemrën e saj të dashur dhe për duart e saj të bekuara që shëronin çdo plag. Por fati kishte plane të tjera për Glacirën e re. Në ditën e saj të 16, ku po festohej martesa e saj me Adrianin e ri, djalin më trim të fshatit fshinj, një magjistar i zi erdhi në fshat. Ai quhej Tenebros, dhe syrit të tij të vetëm i dridhte flaka e mallkimit. Magjistar të tillë nuk shihnin shpesh në ato anë, dhe ardhja e tij solli një ftohje të çuditshme në ajër. Unë kërkova dorën e kësaj vajze, tha Tenebros me zë të ashpër si gërmimi i gurit. Por ju ma mohuat. Tani do të shikoni se çfarë ndodh kur dikush refuzon Tenebros e zi. Albanimir doli përpara. Ne nuk të kemi parë kur më parë, o i huaj. Glacira është e premtuar prej vitesh dhe dashuron Adrianin. Mos na sill mjerim në këtë ditë gëzimi. Por Tenebros qeshi me një të qeshur që ngrinte qimen. Ai ngriti shkopin e tij të zi dhe filloi të pësherëtiste fjalë në një gjuhë të lashtë dhe të frikshme. Qielli u errësua menjëherë, dhe një erë ftohtë filloi të fryej nga mali. Mallkoft të qoftë zemra jote, o Glacira e bukur, bërtiti magjistar. Le të ngrohtë ajo kurmë. Le të jetë të ftohtë si akull për gjithmonë, dhe le të kthehesh në mbretëreshën e dëborës dhe të ngrirjes. Vetëm nëse dikush të do me një dashuri të vërtet, të pastër dhe të gatshëm të sakrifikojë gjithçka për ty, mund të thyhet ky mallkim. Fjalët e tij goditën Glacirën si shigjeta e akulli. Ajo ndjeu një ftohje të tmerrshme që filloi nga zemra dhe u përhap nëpër të gjithë trupin e saj. Flokët e saj u bën të bardhë si bora, lëkura e saj u bë e bardhë si dëbora e freskët, dhe nga duart e saj filloi të dalë akull. Adrian vrapoi ta përqafoi, por kur e preku, ai u ngrith menjëherë. Glacira bërtiti me tmerr dhe në atë moment, një stuhi dëbore pa mbaruar filloi të binte nga askundi. E gjithë dasma u shpërnda, njerëzit ikën të frikësuar, dhe magjistari i zi zhduku si tim. Glacira mbeti vetëm në mes të fushës së bardhë, me Adrianin e saj të dashur të ngrirë në krahët e saj. Ajo e kuptoi menjëherë se sa e rrezikshme ishte bërë. Çdo gjë që prekte ngrihej. Çdo hap që hidhte linte pas një shteg akulli. Frymëmarrja e saj nxirrte re akulli, dhe sytë e saj kishin marrë një ngjyrë si diamanti i kaltër. Me zemër të thyer, ajo e la Adrianin në mesin e fshatit, duke shpresuar se dikur ai do të shkrihej kur ajo të largohej. Pastaj filloi të ecte drejt maleve, ku nuk do të dëmtonte më askënd. Udhëtimi i saj ishte i trisht dhe i gjatë. Kafshët e pyllit ikën prej saj me frikë. Lulet vyshkeshin kur kalonte pranë. Pothuaj se çdo gjë gjallë që takonte vdiste nga ftohja e saj. Glacira qau, por edhe lotët e saj ishin nga akulli. Pas shumë ditësh ecjeje, ajo arriti në majën e malit më të lartë, ku erërat ishin për herë të forta dhe ku asgjë nuk rinte gjallë. Atje, me fushinë e re që kishte fituar nga mallkimi, ajo ndërtoi një kështjell të madhe nga akulli dhe dëbora. Muret e saj ishin të tejdukshme dhe të bukura, por të ftohta dhe të pamëshirshme. Nga kështjella e saj, ajo mund të shikonte të gjithë botën poshtë, por askush nuk mund të arrinte. Vitet kaluan dhe Glacira u bë e njohur si mbretëresha e akullit. Legjenda e saj u përhap nëpër të gjitha vendet. Disa thoshin se ishte një perëndeshe egër, të tjerë mendonin se ishte një dallëndishore e mallkuar. Por të gjithë e dinin një gjë. Ajo sillte dimër të gjatë dhe bore të thella kudo që shkonte. 20 vjet pas mallkimit, në fshatin Lumbardha, i cili tani quhej fshati ngrirë, sepse dimri aty zgjaste 6 muaj, lindi një djalë i jashtëzakonshëm. Emri i tij ishte Mikaeli, dhe që kur ishte foshnjë, ai nuk dridhej kurrë nga të ftohtit. Edhe në ditët më të ngrira të dimrit, ai luante jashtë pa kapot, dhe duart e tij mbeteshin gjithmonë të ngrohta.
Gjyshja e tij, lumja e vjetër, e njohte historinë e mbretëreshës së Akullit më mirë se kushdo tjetër, sepse ajo kishte qenë mikja më e mirë e drita e bukur, nënës së Glacirës. Kur Mikaeli u bë 20 vjeç, lumja i tregoi të gjithë historinë. O nipi im, tha ajo me zë të hollë, por plot dashuri, unë besoj se ti ke një mision të veçantë. Zemra jote nuk prekej kur nga të ftohtit, dhe kjo nuk është rastësi. Ndoshta ti je ai që mund ta shpëtoj Glacirën nga mallkimi i saj. Mikaeli ishte një djalë trim dhe zemër mirë. Ai kishte dëgjuar legjenda të shumta për mbretëreshën e Akullit, por kur nuk kishte ndjer frikë prej saj. Përkundrazi, ai ndjente një lloj dhembjeje për të. Në qoftë se ajo ishte dikur vajzë nga fshati i tyre, atëherë ajo meritonte ndihmë, jo frikë. Gjyshe, tha ai, si mund të them se e dua dikë që nuk kam parë kurrë. Lumja e vjetër buzëqeshi. Dashuria e vërtet, o djali im, nuk vjen vetëm nga shikimi. Ajo vjen nga kuptimi, nga dhembjeja dhe nga vullneti për të dhënë gjithçka pa pritur asgjë në kthim. Ti ke një zemër që djeg me zjarr të brendshëm, dhe unë ndjej se ky zjarr mund ta shkrirë Akullin më të fortë. Mikaeli vendosi të nisej drejt malit ku qëndronte mbretëresha e Akullit, por ai nuk shkoi me armë apo me plane për ta mundur atë. Ai mori vetëm një çantë me pak bukë, një jastëk të vogël që kishte qepur nëna e tij, dhe një shtrydhse me ujë të ngrohtë. Gjithashtu, ai mori një lule të vogël që rinte në balkonin e shtëpisë së tij. Ishte e vetmja lule që lulëzonte edhe në dimër. Rruga ishte e vështirë dhe e rrezikshme. Sa më afër që arrinte malit, aq më shumë ftohej ajri. Dëbora binte pa pushim, dhe erërat ishin aq të forta sa që ai mezi mbante shtrënguar. Por zemra e Mikaelit digjte me një ngrohtësi të çuditshme, dhe ai nuk ndjente kurrë se ishte në rrezik të ngrirjes. Pas 3 ditësh udhëtimi, ai arriti në bazën e malit ku ndodhej kështjella. Kështjella e Akullit shkëlqente në dritën e hënës si një ëndër e bukur dhe e tmerrshme. Muret e saj të larta dukeshin se ishin të pangjitshme, por Mikaeli nuk u dekurajua. Ai filloi të ngjitej hapin pas hapi duke përdorur të gjitha forcat e tij. Kur arriti në oborrin e kështjellës, ai pa një pamje që e bëri zemrën t'i rrahte me force. Atje, në mes të oborrit, ishte një statujë Akulli e një djali të ri. Mikaeli e kuptoi menjëherë se kjo ishte Adriani, i dashuri i Glacirës, ende i ngrirë pas 20 vitesh. O shpirti gjor, psheretiti Mikaeli. Sa vuajtje të madhe ka shkaktuar ky mallkim. Në atë moment, derën e madhe të kështjellës u hap me një zhurmë si thunder. Përballë tij doli Glacira, mbretëresha e Akullit. Bukuria e saj ishte mahnitëse dhe e frikshme njëkohësisht. Ajo ishte e lartë dhe e hollë si një pish, flokët e saj të gjata dhe të bardhë valëzonin në erën e ftohtë, dhe fustani i saj i Akullit shkëlqente si bie. Por në sytë e saj të kaltër, Mikaeli pa diçka që të tjerët nuk e kishin vënë re. Dhimbje të thellë dhe vetmi. Kush je ti që guxon të vish në shtëpinë time? Pyeti ajo me zë të ftohtë si era e dimrit. A nuk e di se unë jam mbretëresha e Akullit? A nuk e di se çdo gjë që prek, ngritet për gjithmonë? Mikaeli nuk u tut. Ai u afrua një hap dhe tha butësisht. Unë jam Mikaeli nga fshati Lumbardha. Erdha sepse dëgjova historinë tënde të vërtetë. Ti nuk je një perëndeshe e egër. Ti je Glacira, vajza alban të mirë dhe e drita e bukur, dhe unë erdha ta shoh nëse mund të ndihmoj. Fjalët e Mikaelit e goditën Glacirën si një gjëmim. Askush nuk kishte përmendur emrin e saj të vërtet për 20 vjet. Askush nuk kishte përmendur prindërit e saj të dashur. Për një moment ajo ndryshoi dhe Mikaeli pa në sytë e saj jo mbretëreshën e egër të Akullit, por vajzën e trisht që ajo kishte qenë dikur. Mos përmend ato emra, tha ajo, por zëri i saj dridhte. Ajo vajzë vdiq para 20 vitesh. Unë jam vetëm ftohje dhe akull tani. Jo, tha Mikaeli me zë të butë por të vendosur. Ti je ende ajo vajzë. Po vuan sepse nuk mund të prekësh asgjë pa e dëmtuar. Po vuan sepse je e vetmuar dhe sepse dashurinë tënde të parë e ke para syve të ngrirë çdo ditë. Por unë nuk besoj se je mallkuar për gjithmonë. Glacira qeshi, por ishte një e qeshur e hidhur. Dhe si mendon ti, o djali i re, se mund ta thyesh një mallkim që asnjë hero i madh nuk ka mundur ta thyer për 20 vjet? Mikaeli nxori lulen e vogël nga çanta e tij. Ishte një karafil i bardhë që ende ishte i freskët përkundër rrugës së gjatë. Gjyshja ime më tha se dashuria e vërtet mund ta thyer mallkimin.
Jo dashuria që kërkon diçka në kthim, por dashuria që jep gjithçka pa pritur asgjë. Glacira u afrua disa hapa. Edhe nëse kjo është e vërtet, çdo njeri që më ka prekur ka ngrirë menjëherë. Edhe Adrian, që më donte më shumë se jetën e vet. Atëherë ja ta provoj, tha Mikaeli duke shtrirë dorën drejt saj. Jo o bërtiti Glacira. Mos bëj këtë gabim. Unë nuk dua të vras edhe ty. Por Mikaeli nuk tërhiqej. Glacira, tha ai butësisht, unë nuk kam ardhur këtu për t'u bërë hero. Unë kam ardhur sepse besoj se të gjithë meritojmë dashuri, edhe ata që janë mallkuar. Nëse kam për të ngrirë, kam për të ngrirë duke ditur se të tregova se dikush të shes si vajzë, jo si mbretëresh akulli. Me zemër që rrahte si hungërimat e një kali, Glacira shikoi dorën e shtrirë të Mikaeli. Ishte qenë aq gjatë kohë që ajo kishte dashur të prekte dik. Edhe kur flinte, ajo ante se përqafonte nënën e saj ose se mbante për dorë dik që e donte. Nëse ti ngrihesh, tha ajo me zë të thyera, unë nuk do ta fal kur veten. Dhe nëse unë nuk provoj, tha Mikaeli, si do ta dim nëse mallkimi mund të thyhet? Me ngadalë, me një çikërim, Glacira lëvizi dorën e saj drejt dorës së Mikaelit. Kur gishtat e tyre u prekën, Mikaeli ndjeu një ftohje të madhe që e goditi si një vale. Por në vend që të ngrinte, ai ndjeu se ftohja u përzua me ngrohtësinë e zemrës së tij dhe u bë diçka tjetër. U bë një ndjenjë paqeje dhe plotësimi. Glacira hapi syt me habini. Dora e Mikaelit nuk kishte ngrirë. Për herë të parë në 20 vjet, ajo kishte prekur dik dhe ai ishte mbetur i gjallë. Si, tha ajo me zëmjegu. Sepse unë nuk kam frikë prej teje, tha Mikaeli. Sepse unë të shikoj si atë që je me të vërtet. Dhe sepse zemra ime djeg me një flak që nuk mund ta shuaj asnjë akull. Por ndërsa ata mbanin duart së bashku, diçka e çuditshme filloi të ndodh. Nga duart e të dy filloi të dalë një dritë e butë dhe e ngrohtë. Akulli në përoborin e kështjellës filloi të kricepte të shkrihej. Kjo nuk mjafton, tha Glacira me trishtim. Mallkimi është shumë i fortë. Duhet diçka më shumë se një prekje dore. Mikaeli e kuptoi. Cila ishte gjuha e saktë e mallkimit? Glacira përsëriti fjalët që i kishte thënë Tenebros, vetëm nëse dikush të do me një dashuri të vërtet, të pastër, dhe të gatshëm të sakrifikojë gjithçka për ty, mund të thyhet ky mallkim. Atëherë, tha Mikaeli, duke e shikuar drejt në sy, duhet t'i tregoj se sa shumë të dua. Mikaeli e dinte se çfarë duhet të bënte. Zemra e tij e dinte se dashuria e vërtet nuk ishte vetëm ndjenja, ishte vepra. Ishte sakrifika. Dhe sakrifika më e madhe që ai mund të bënte ishte të jepte jetën e vet për t'u mundur ta shpëtonte Glacirën. Glacira, tha ai, unë të dua. Jo sepse je e bukur edhe pse je. Jo sepse je mbretëresh, por sepse je njeri. Sepse ke vuajtur dhe ende ke një zemër të mirë nën të gjitha kullin. Unë jam i gatshëm të jap jetën time për ty, sepse dashuria e vërtet nuk numëron koston. Jo Mikaeli, bërtiti Glacira. Mos bëj këtë. Unë nuk mund ta duroj të humbas edhe ty. Por Mikaeli tashmë kishte vendosur. Ai e shtrëngoi dorën e saj dhe tha, nëse zemra ime pushon së rrahuri sepse po të shpëtoj, atëherë le të pushoj. Po të lë gjithë ngrohtësinë që kam në trupin tim, gjithë dashurinë që kam në zemër. Dhe me ato fjalë, Mikaeli e përshafoi Glacirën me të gjithë forcën e tij. Ai ndjeu ftohjen e saj që futet në trup si mira gjil për akulli, por ai nuk e lëshoi. Edhe kur duart i ngriren, edhe kur këmbët i ngriren, edhe kur frymëmarrja ju bë vështirë, ai e mbajti atë përshafuar. Të dua, shëretiste ai ndërsa trupi i tij ngadalë ngrinte. Të dua ashtu si je. Nuk ka rëndësi nëse unë ngri, sepse unë dija që kjo mund të ndodhte kur vendosa të vija. Dhe unë do ta bëja përsëri. Glacira qante me lotë akulli, por tani lotet e saj ishin të nxehta. Ngrohtësia e Mikaelit, dashuria e tij e pastër dhe e pafundme, filloi ta prekte edhe atë. Ajo ndjeu se diçka kishte filluar të ndryshojë thellë në zemrën e saj. Ndërsa Mikaeli po vdiste ngadalë në krahët e saj, Glacira ndjeu se mallkimi po luftonte me forcën e dashurisë së tij. Zemra e saj, që kishte qenë ngrirë për 20 vjet, filloi të rrahte përsëri me ngrohtësi. Lëkura e saj filloi të marrë ngjyrë normale. Flokët e saj filluan të kthehen nga argjendi në bojën kafe të bukur që kishin qenë dikur. Mikaeli, shërtiti ajo, mos vdis. Shiko, mallkimi po thyhet. Zemra ime po shkrin.
por Mikaili ishte shumë i dobët për të përgjigjur. Trupi i tij ishte gati krejtësisht i ngrirë. Glacira kuptoi se duhej të bënte diçka shpejt. Nëse dashuria e Mikailit mund ta thyente mallkimin e saj, atëherë dashuria e saj mund ta shpëtonte jetën e tij. Ajo vuri buzët e saj të ngrohta në buzët e tij të ngrira, dhe i dha një puthje me të gjithë dashurinë që kishte në zemër. Në atë moment, një dritë e fortë shkëlqeu nëpër të gjithë kështjellën. Akulli dhe Debora filluan të shkrihen me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Muret e kështjellës u shkrin si kandilat, dhe obori u mbush me ujë të ngrohtë. Trupi i Mikailit filloi ngadalë të ngrohtë dhe ai hapi sytë. Glacira, tha ai me zë të dobët. Jam këtu, tha ajo duke qartë tani me lot të vërtet, jo me akull. Jam këtu dhe mallkimi është thyer. Edhe statuja e Adrianit filloi të shkrijë. Ai hapi sytë, i hutuar, por i gjallë. Glacira. Çfarë ndodhi? Sa kohë kam fjetur? Glacira i shpjegoi gjithçka dhe Adriani, ndonse ende i trishtuar nga vitet e humbura, ishte i lumtur që shikoi se shoqja e tij e fëmijërisë kishte gjetur përfundimisht paqen. Ai e bekoi lidhjen e saj me Mikail dhe tha se do të kthehej në fshat ta rrëfonte gjithë historinë. Kur Mikaili u shërua plotësisht, ai dhe Glacira zbritën nga mali drejt fshatit Lumbardha. Lajmi i thyerjes së mallkimit u përhap shpejt, dhe e gjithë fshati doli ta priste Glacirën. Shumë prej banorëve ende e mbanin mend vajzën e vogël që kishte qenë dikur, dhe tani ishin të lumtur ta shihnin të kthyer. Albani mirë dhe drita e bukur, që tani ishin shumë të vjetër, qanë nga gëzimi kur pan vajzën e tyre. Ata e përqafuan me kaq dashuri sa që Glacira kuptoi se prindërit kur nuk e kishin harruar dhe kur nuk i kishin hequr dashurinë. Vajza ime e dashur, tha drita e bukur, ne prisnin çdo ditë që ti të kthehesh. Ne e dinim se zemra jote e mirë do ta gjente rrugën për shtëpi. Albani mirë shikoi Mikail me respekt të madh. Ti riktheve vajzën tonë. Si mund t'i faleminderojmë? Duke na dhënë bekimin tuaj për martesë, tha Mikaili duke buzëqeshur. Martesa e Glacirës dhe Mikailit u bë festa më e madhe që kishte parë kur fshati Lumbardha. Njerëz nga fshatrat fshinje erdhën për ta festuar çiftin që kishte mundur mallkimin me dashuri. Muzika u dëgjua për 3 ditë me radhë, u hoshën se kërcen, dhe çdo njeri që ishte në atë dasmë tha se kur nuk kishte parë një dashuri aq të bukur. Glacira vishte një fustan të bardhë të qepur nga nëna e saj, dhe flokët e saj të kafe rridhnin me lule të vërteta. Ajo nuk ishte më mbretëresha e akullit. Ajo ishte thjesht Glacira, vajza që kishte mësuar se dashuria e vërtet mund ta mund çdo mallkim. Mikaili ishte i veshur me kostum të bardhë, dhe zemra e tij digjte ende me atë ngrohtësi të çuditshme që e kishte shpëtuar atë dhe Glacirën. Ai ishte mësuar se kur ajo e vërtet nuk ishte mos patur frikë, por ishte të veproje me dashuri edhe kur ke frikë. Pas martesës, Glacira dhe Mikaili ndërtuan një shtëpi të bukur në kodrat mbi fshat, ku mund të shikonin të gjithë luginën. Ata patën 4 fëmijë, 3 djemë dhe 1 vajzë. Fëmijët e tyre rriten duke mësuar historinë e prindërve të tyre, dhe duke mësuar se dashuria e vërtet është forca më e madhe në botë. Glacira kur nuk harroi vitet e saj si mbretëresha e akullit. Ajo i përdori ato kujtime për t'u treguar njerëzve se si duhet ta trajtojnë njëri tjetrin me dashuri dhe kuptim. Ajo u bë një shëruese e njohur, duke ndihmuar njerëzit që vuanin nga zemra e thyer ose nga ndjenjat e ftohtësisë. Mikaili u bë udhëheqës i respektuar i fshatit, dhe ishte i njohur për drejtësinë dhe mirësinë e tij. Ai kur nuk harroi se dashuria e vërtet nuk është thjesht ndjenja, është veprimi i të qenurit të gatshëm të jepësh gjithçka për dikë tjetër. Kur të dy u plakën dhe koha erdhi për t'u ndarë nga jeta, ata vdishën në të njëjtën ditë, duke mbajtur duart e njëri tjetrit. Njerëzit thanë se ata kishin qenë aq të bashkuar sa që zemrat e tyre rrahnin si një, dhe kur njëra pushoi, edhe tjetra nuk mund të vazhdonte. Vari i tyre qëndronte në kodrën mbi fshat, dhe çdo pranver lulezonte me lulet më të bukura që kishin parë njerëzit. Fëmijët e fshatit vinin shpesh atje dhe tregonin historinë e mbretëreshës së akullit dhe të djalit që e shpëtoi atë me dashuri. Dhe kështu, përralla e Glacirës dhe Mikailit u bë një nga përrallat më të dashura që u tregoheshin fëmijëve në gjithë Shqipërinë. Ajo i mësonte ata se mallkimi më i keq mund të thyhet me dashuri, se kur ajo e vërtet është të veprosh me zemër të mirë, dhe se kur nuk është shumë vonë për t'u kthyer në shtëpi atje ku të duan.
Dhe kur erat e dimrit frynin të forta në përmale dhe lugina, njerëzit thanë se ato ishin vetëm kujtimet e të shkuarës, sepse mbretëresha e akullit kishte mësuar të bëhej nëna e ngrohtësisë, dhe asnjë dimër nuk mund të jetë kur më tepër se sa duhet për ta vlerësuar pranverën që vinte. Kjo përrallë na mëson se dashuria e vërtet mund ta mposhtë çdo të keqe, se kurajo dhe mirësia janë më të forta se çdo mallkim, dhe se shtëpia jonë e vërtet është aty ku zemrat tona janë.